Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa do të zhvillojë një tur diplomatik në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në prag të samitit BE Ballkani Perëndimor. Këtë të diel ai shkrua në një postim në rrjetin social X se vizita e tij po bëhet me qëllim për të dërguar një sinjal të qartë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Këtë javë do të vizitoj 6 partnerët tanë të Ballkanit Perëndimor. Vizita ime në rajon dërgon një sinjal të qartë. Angazhimi ynë ndaj Ballkanit Perëndimor është real dhe kështu është edhe mundësia e zgjerimit. Momenti është aty. Tani është koha për të dhënë rezultate. Kujtojmë se samiti BE Ballkani Perëndimor do të mbahet më 5 qershor në Tivat dhe përfaqëson një moment historik, pasi organizohet për herë të parë në Maltëzi, i konsideruar së bashku me Shqipërinë si shtete e pararojë të procesit të zgjerimit. Programi përfshin 2 seanca kryesore, një takim plenar dhe një drek pune. Takimi plenar do t'i kushtohet progresit në afrimin dhe integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE dhe agjendën e rritjes, duke forcuar njëkohësisht stabilitetin rajonal, lidhshmërinë dhe qëndrueshmërinë. Dreka e punës do të përqendrohet në politikën e zgjerimit, sfidat dhe mundësitë kryesore, si dhe në përafrimin me politika dhe standardet evropiane, duke konfirmuar se zgjerimi mbetet një nga çështjet kryesore strategjike të Bashkimit Evropian.